Sprova më e fundit elektorale, ajo e zgjedhjeve të pjesshme lokale të nëntorit, e nxori sërish të humbur Partinë Demokratike nga kutitë e votimit. Pjesëmarrja e ulët dhe humbja e 5 bashkive riktheu debatet e vjetra mbi strategjinë, leadershipin dhe besueshmërinë e partisë më të madhe opozitare te votuesit. Edhe pas kësaj humbjeje, Partia Demokratike lëvizi mes hezitimit dhe vendimeve të paqarta. Fillimisht paralajmëroi bojkot në komisione, por u tërhoq shpejt. Ndërkohë ka paralajmëruar një protestë në vijim, mjet që Partia Demokratike ka përdorur shpesh në vitet e fundit, por me rezultat të kufizuar politik. Megjithatë, këto mjete, sipas antarit të kryesisë së Partisë Demokratike Alisandër Hoxha, janë izauruar, ndaj partia duhet të ribëhet nga e para. Që PD-ja të ketë një fytyrë të re përballë regjimit, të jetë kontrasti me regjimin, në mënyrë që të shkojmë dhe të përballemi në një mënyrë krejt tjetër, krejt të re tashmë, me një dinamik tjetër, me Partinë Socialiste, duke detyruar për të shkuar vendin qeveri teknike. Për mua janë ezauruar mjetet. Pra është bërë protesta pa fund këtë vend, janë bërë kërkesa pa fund këtë vend, janë bërë gjithë mekanizmat ligjor, është drejtuar gjykatës për çështje të caktuara, ka humbur edhe debati publik, sot PS-ja nuk e pas llogari. Sipas Hoxhës, këto ndryshime mund të vinë duke kërkuar edhe largimin e soroistëve nga partia. Prej muajsh i them PD-s që njerëz cilët janë të lidhur me George Soros, i cili përfaqëson një filantrop të ekstremit të majt, kështu e ka cilësuar dhe presidenti Trump, nuk mundet të jenë zyrtar të lartë, pra janë në papajtueshmëri me mandatin. Nga ana tjetër, drejtori i marrëdhënieve me publikun në Partinë Demokratike Alfred Lela paralajmëron se protestat do të vijojnë si një shenjë luftës kundër qeverisë aktuale. Sigurisht që duhet një mekanizëm, sigurisht që duhet në pasqyrë duhet parë edhe nga vetja. Dhe po, paralelisht me protestën dhe me marrëdhënien e kushtuar me Parlamentin, Partia Demokratike do të bëj edhe analizën në vijim për të parë se ku i çalojnë asaj gjëra që janë organizative, që janë politike, që kanë të bëjnë me burimet njerëzore. Protesta është një element, është një instrument i përballjes politike, i cili përdoret edhe në demokracitë më fine, më të zhvilluar në botë, pra nuk është hequr dorë nga protesta si mjet i përballjes politike. Sipas tij, Partia Demokratike konkuron në kushte të pabarabarta përballë një kundërshtari që kontrollon çdo institucion. Rivali direkt i saj, pavarësisht qeverisë skandaloze, pavarësisht të rënëve në luftën për drejtësi dhe transparencë, që janë disa dhe janë koka shumë lart në hierarki, kjo parti, pra rivali i saj, vetëm rritet elektoralisht. Si e rregullojmë, e sheshojmë fushën e lojës që ajo të jetë e barabartë. Të njëjtën pabarazi e vënë në duke edhe politologu Ermal Hasimja, i cili analizon se strategjia e Partisë Demokratike aktuale ka probleme, megjithatë nga ana tjetër Partia Socialiste sipas tij ka punuar gjatë për të mpirë opinionin publik. Por vjen edhe për shkak të faktit që partia në pushtet, socialistët, kanë punuar gjatë gjithë kësaj kohe për ta mpirë në një farë mënyrë opinionin publik edhe votuesin, për të krijuar dhe të përshtypjen që të gjithë janë njësoj dhe asgjë nuk do të ndryshojë edhe sigur pushtetin ta kishte opozita. Hasimja e quan situatën në Partinë Demokratike paradoksale, edhe nëse partia hapet, në krye nuk do të ngjiten dot ekspertët, por militantët, ndërsa nëse mbyllet, humbet demokracia e brendshme. Nga ana tjetër ka një lloj paradoksi shumë interesant aty. Nëse sot ti e hap Partinë Demokratike, e bën gjithë meritokratike etj. Rezultati është që në krye të partisë, në ato pozicione drejtuese, nuk do të vinë fakt njerëzit që nuk do vinë profesor, akademik, intelektual, ekspert etj. Ne dimë se çfarë do të vinë. Do vinë ata që kanë mbështetjen më të lartë të militantëve, që jo domosdoshmërisht janë njerëzit me vlera më të larta në raport me opinionin publik. Ky është paradoksi. Nga njëra anë ke nevojë për një lloj dore autoritare që të promovojë, që të fusi gjak të ri, persona të ri. Nga ana tjetër pastaj ke nevojë për demokraci sepse duhet konkurenca e brendshme gjithë ato gjëra. Me sa duket Partia Demokratike nuk e ka gjetë atë ekuilibrin midis këtyre të dy elementeve. Në këtë realitet politik, sipas Hasimjes, ata që kanë pushtetin vendosin edhe rregullat e lojës.